Tom Doshi pushoi së qeni qendra e vëmendjes publike javën politike që lan pas, e bashkë me të edhe Ilir Meta. Mbaroi koha e heshtjes së kujdesshme të kryeministrit, që për 4 javë sodiste rehat se si aleati Ilir Meta humbte qetësinë mes akuzave të Tom Doshit e premtimeve publike për video e fakte tronditëse për akuzuesit, por që nuk u shfaqën kurrë. Radhën këtë javë kishte Edi Rama, sërish me një nga deputetët e mazhorancës, Mark Frokun. Prokuroria lëshoi një kërkesë të dytë për arrestimin e kryetarit Kristian Demokrat në arrest shtëpie ashtu si Tom Doshi, për çështjen e hapur kryesisht mbi akuzat ndaj Metës për vrasjen e 2 deputetëve. Dukej se ky ndalim i parë i prokurorisë kishte aktivizuar të kaluarën e errët të deputetit të mazhorancës. Para disa ditë, një gazet belge fliste për një rast, për një emër që është deputet këtu, në sallën e parlamentit, i cili akuzohej për vepra të rënda penale, për trafiqe e për të tjera. Unë nuk di cili do jetë vendimi, por një njeri me ndërgjegje shoqërore, një njeri që është ullur në kësat disa vite, nuk mund të rrim pa ngrit zërin dhe pa i thanë, kryeministrit të Shqipërisë, fol dhe shpjego. Kryetarit parlamentit, fol dhe shpjego. Cili është qëndrimi juaj? Cili është qëndrimi jonë? Quhet Mark Froku, për gjithë ato që kanë frikë t'ja përmendin emrin. Këtij denoncimi të ish kryetares demokrate të kuvendit, dukej se i kishte ardhur radha e prokuroria i kërkoi për herë të dytë kuvendit arrestimin e Mark Frokut. Mediat risollën edhe një herë detajet e historisë që përflitej prej kohësh në çdo ambient publik. Rindezja e këtij debati ishte një kujtesë e re për cilësinë e deputetëve të shumicës. Edi Rama po bëhej kështu një shënjestër publike, një lloj si Ilir Meta, e Mark Froku dukej kreti pambrojtshëm. Me stilin e njohur të marrëdhënieve publike, kryeministri u përpoq të prodhonte një lajm të ri që mund të zbehte të parin. Koalicionin e ri për zgjedhjet vendore. I mbajti mediat gjithë ditën në dyert e Selis Roz, në mënyrë të mirëmenduar. Lajmi i paradites ishte zyrtarizimi i shkëputjes së Shpëtimit Rizit nga opozita. E kishte mbajtur varur për muaj të tërë, edhe pse ky i fundit ja kishte dhënë provat me disa votime në parlament. E skandali Mark Frokut dukej rasti i volitshëm për t'i dhënë fund pritjes së Shpëtimit Rizit, e lehtësuar sadopak pozitën e kryeministrit në qendër të akuzave publike. Aleatët e tjerë të Ramës që i kishin dërguar shumë sinjale dëshpëruese për indiferencën e tij, natyrisht nuk i thirri, sepse ata nuk do të përbënin lajm. Ndërsa lajmi i pasdites duhej të ishin deputetët e vet, që i mblodhej sipas qarqeve për të folur për kandidatët vendor. Asnjë emër nuk ja doli të nxjerrë nga ato takime që i kërkoi me prani mediatike. Vetë deputetët dolën paq të paqartë të heshtur sa që kishin hyrë në takim. As vetë nuk foli për emra, edhe pse ishte vetëm 2 ditë para premtimit që kishte bërë Ilir Meta krahti, se me 1 prill do të shpallnin kandidatët. Të kishte preferuar vallë shmangjen e debateve që mund të sillnin emrat që do të propozonte, apo thjesht e ruajti sigur për një ditë tjetër në nevojë, sërish tentoi lajmin që do të përfshinte opozitën, duke ftuar në koalicionin e majt një parti të djathtë si Fryma e Re Demokratike. Në këtë koalicion ka ende hapësirë, ka ende vend për të tjerë zëra dhe të tjera përvoja, dhe këtu kam parasysh edhe Frymën e Re Demokratike, që me shumë konsiderat do ta ftoja të konsideronte bashkimin në këtë rrugë, jo për të përputhur programet, por për të rritur spektrin e ideve dhe të alternativave për vendin. Por dukej se kryeministri kishte edhe një hall tjetër.
Gjasat janë që ai të kishte dieni se pak orë më vonë, policia do t'u vinte pranga drejtorit e Interpolit dhe punojëses së tij për fshehje të kërkesës së Interpolit belg për deputetin e mazhorancës Mark Froku. Arrestimi u bë në orët e vona të së hënës për mediat dhe rrjetet sociale e përcollën në kohë reale këtë tronditje të re publike. Nata duhet ketë qenë e vështirë për kryeministrin, që natyrshëm po përllogariste kostot e tij politike, që shënjestronin ministrin e brendshëm. Zgjidhja se kush do e mbante përgjegjësinë u gjet jashtë politikës. E diskutoi me Ilir Metën që e vizitoi që herët në mëngjes në zyrën e tij. Sapo mediat njoftuan përfundimin e këtij takimi, u publikua lajmi se drejtori i policisë së shtetit Artan Didi kishte dhënë dorëheqjen. Ky lajm tronditës u përcoll thjesht me email në media. Artan Didi, një oficer me eksperiencë të gjatë me rekorde kryesisht pozitive në punën e tij, nuk doli të shpallte vetë dorëheqjen, edhe pse arsyetimi ishte përgjegjësi morale për sjelljen e varësve të tij të Interpolit. Por ky stil i zgjedhur për dorëheqjen e Didit, në formën e vetë sakrifikimit, në fakt do i shkonte më shumë ish numëruesit të votave të Partisë Socialiste se sa oficerit të karrierës së policisë së shtetit. E Rama e Tahiri e dinin mirë këtë. E provuan këtë efekt publik edhe kur shpallja ish antarit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Gjergj Bojaxhiu si kandidat i pavarur për Bashkinë e Tiranës, kaloi si një lajm periferik, edhe pse në kushte normale do të merrte një vëmendje maksimale. Kështu që ministri të brendshëm nuk i ngeli gjë tjetër veç se të përballej me të njëjtën situatë të sikletshme, si me avionin e drogës që u rrëzua në Divjak. E njëjta vonesë në daljen e njoftuar publike, i njëjti hall i lexueshëm, e njëjta taktike sulmit ndaj opozitës. Dua të theksoj fort këtu para jush përgjegjësinë morale që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi ka marrë sot duke u dorëhequr për dhënë mesazhin e fortë dhe të qartë të dinjitetit të policisë së shtetit që ne po rilindim ashtu siç presin qytetarët. Ata që deri dje manipulonin skena krimesh, prova e dëshmitar, mohonin krime të ndodhura në mes të ditës, shpiknin komplote e puçe me gazetar, e me prokuror, e me president dhe me opozitar po e po, sot bubullojnë se Mark Frokun e pas ka mbrojtur qeveria për ta përdorur si dëshmitar të rrem. Ju njoftoj se edhe për këtë do të çojmë menjëherë kallëzim penal, qoftë unë, qoftë kryeministri i Shqipërisë. Dhe ju siguroj se po njësoj si në gjyqin për shpifje që po zhvillohet aktualisht, do të thonë prapë ne s'dim gjë, ne nuk kemi prova, ne nuk kemi fakte, po kështu e mendon Partia Demokratike. Pavarësisht artificeve të shkëlqyera të PR-it publik të kryeministrit, ishte e vështirë që vëmendja e opinionit të zhvendosej nga mazhoranca, sepse ngjarjet që pasonin njëra tjetrën ishin një lloj tronditëse, ndërsa pasdite Froku do të dilte në Komisionin e Mandateve Rregullores. Do të them para jush dhe para gjithë publikut shqiptar që Mark Froku nuk ka vrarë njeri, nuk ka organizuar vrasjen e askujt, nuk ka bashkëpunuar me asnjë për vrasjen e askujt në këtë rrezull toksor, dhe du të them që autoritetet belge më provojnë vetëm një fakt të vogël. Çfarë do lloj tjetër? Që unë në atë kohë kam qenë në Belgjik dhe unë do pranoj vrasjen dhe jam gati të shkoj atje ku të më thrasin. Unë kam qenë në Shqipëri në atë kohë. E mërkura e 1 prillit, që duhej të ishte mundësia për të festuar për vjetorin e 2 të aleancës PS-LSI, jo vetëm që nuk solli shpalljen e kandidatëve të 61 bashkive siç u pat premtuar, por u sfumua për shkak se gjykata liroi drejtorin dhe punojësin e Interpolit të akuzuar për fshehje të dokumentacionit për Mark Frokun, vepër për të cilën ishte bërë kurban drejtori i policisë së shtetit. Gjatë debatit gjyqësor që u zhvillua me dyrë të mbyllura, mësohet se Bajraktari ka thënë se shkresa ardhur nga Interpoli belg me datë 18 mars është sigluar prej tij dhe ka kaluar tek specialistja Loreta Alla, e cila me datë 27 mars ja ka kaluar prokurorisë së përgjithshme dhe Ministrisë së Drejtësisë. Nuk dihen shkaqet e kësaj vonese, por e dyshuara Alla pretendon se një telefonat nga drejtuesit e policisë e ka urdhëruar të mos kryej veprime të mëtejshme.
Kështu, opinioni publik i ktheu sërish syt nga qeveria, pasi dolën detaje të reja. Zbardhet dosja e plotë e prokurorisë belge për vrasjen e ndodhur me 5 mars 1999 në Bruksel, për të cilën akuzohet dhe deputeti Mark Froku. Në dosjen me 18 faqe të prokurorisë belge, jepen detaje dhe dëshmi nga momenti i ngjarjes, deklarata të dëshmitarëve gjatë hetimeve, motivi i vrasjes dhe dëshmi mbi autorët e saj. Opozita kërkoi dorëheqjen e ministrit të Brendshëm. Nuk ka më nevojë për asnjë provë tjetër për të vërtetuar simbiozën e tij me krimin. Nëse Edi Rama e mban dhe një orë më shumë, thjesht provon se Tahiri është dora e tij e shtrënguar me krimin, ndërsa koka mbetet ai vetë. Vetë kryeministri udhtoi drejt Shkodrës për të bërë shumë punë me një rrugë. Sqarimi personal i strukturave socialiste për largimin e Doshit ishte një detyrim që e dinte se do të merrte vëmendje mediatike. Duke pranuar se me Tom Doshin e lidhte një misi e vjetër, Edi Rama i ka thënë socialistëve të Shkodrës një parim të tillë se e prish miqësinë, por nuk prish punën. Largimin e Tom Doshit Rama e ka konsideruar të rëndë, por të pashmangshëm për shkak të asaj që e quan papërgjegjshmëri në konfliktin me anëtarët e qeverisë, mungesës së etikës në komunikim deri në deklaratën se do të tronditen themelet e qeverisë. Nga ana tjetër, u dha fund preferencave për kandidatët e tjerë, duke shpallur më 1 prill të parën kandidaturë socialiste për zgjedhjet vendore, biznesmenen Keti Bashdari. Zhvillimet e Partisë Demokratike me aleatët e saj kaluan gjithaq pa shumë vëmendje publike, edhe pse përplasja me një aleat tradicional si Partia Republikane, për shkak të kandidatit të Durrësit, është një zhvillim i rëndësishëm prag zgjedhor për opozitën. Mark Froku mbeti shënjestër opinionit bashkë me sikletin e kryeministrit e ministrit të Brendshëm, që po e provonin vetë pozicionin e Ilir Metës me Tom Doshin. Arrestimi i Mark Frokut ishte pika e parë e rendit të ditës në agjendën e tajites parlamentare, me votim të menjëhershëm. Ndryshe nga java e kaluar, kur opozita nuk mori pjesë në kërkesën për arrest të Tom Doshit e Mark Frokut, për këtë kërkesë të dytë të prokurorisë, ishte aty në sallë e gatshme për votim. Ai që mungonte ishte kryeministri i vendit. Mira dhe rregulli dhe etika dhe morali e donte që dhe kryeministrit ishte në sallë dhe t'i nështroi votimit. Duhet t'i nështroi votimit për treguar pikërisht vullnetin e majorancës për dekriminalizimin e këtij kuvendi. Sqarimi i Mark Frokut nuk lëkundi vendimin e marrë paraprakisht. Unë jam betuar jo vetëm si deputet, por edhe si malësor me rregullat e traditës dhe jo si ndonjë nga këto malësorë të ditëve të sotme. Pra nuk kam kryer asnjë vepër penale, asnjë krim në jetën time. Unë nuk kam vrarë apo shtyr asnjëri për të vrarë apo për të kanosur njëri. Po ashtu, avokatja ime Karin Kuklet e ka provuar para drejtësisë belge se unë nuk ndodhesha në atë kohë në territorin belg. Fatkeqësisht, këtu në Shqipëri, pa bërë asgjë, prokuria dhe politika të bëjnë kriminal, trafikant, tutor edhe gjithçka. Mbyllet votimi. Atëre me 113 vota për, me 2 kundër, me 2 abstenime, miratohet kërkesa e prokurorit përgjithshëm për dhënë autorizimi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit Mark Froku. Por kryeministri nuk mund të mungonte për pjesën tjetër të seancës. E kishte flakur te i rregulloren që citoi seancën e kaluar, se në rast të tillë, rekomandimi i Komisionit të Mandateve votohet pa debat. E kishte të qartë edhe efektin politik e publik të çështjes Froku, e për këtë ja vlente ta shkelte vetë rregulloren. Me një strategji interesante, pjesën e parë të akuzave të opozitës ja kishte lënë ministrit Tahiri. A e dini që dje sa Samir Tahiri ka shku në qelia ti? Duke shkel çdo rregull. A e dini që dje Samir Tahiri ka shku dhe është lut, ka shku pas e dal. Bravo, pas e shkoj gjykat. Shko merr video, po të she. Shko merr ti, pa i kam unë se kam është puna ime ajo. Shko merr ti.
Mos bëj avokat, se s'ka nevoj për avokatin të adhë, më djallë. Mos shpëtoj mirë artani, se përdysh i qonë të shulazin ai, se durim Bamit i qoj shulazin qëli ai. Bamit i qonë shulazin. Po, kurse këti shkoj vetë, nuk ja qoj shulazin, doli me i fitur kjo. Por, koha erdi, të faktoj atë që kemi akuzua 2 vite rjesht. Të faktoj 4 ciprisht. Dhe Mark Froku është ftyra me e vërtet e Edi Ramës. Qa do një të silni ma? Pse së dziri zënë që ushin ta bëni deputet? Pse nuk e bëni? Silni këtu, nëziri Konstantinin e partisë, të cilit i reguloni 9 vite jetë, 9 vite burg për një jetë njeriu. Në qofë se Nipi Sali Berishës, që drejton të pikërisht të zyrë, jo vetëm informacionin nuk e kursente, por nuk kursente as plumbat në mes të Tiranës për një parkim makine, e nuk i hynte gjëm në këmbë, sot oficerët e policisë mbajnë përgjegjësi ligjore për çdo shkelje të procedurës, pavarësisht pasojave. E pranoj si shumë më normale të flasin këtë foltore Ristani, që fundja me ato punë të naftës të vitit 94 është dënuar nga gjykata dhe i ka lartë hesapet me drejtësinë, me dënimin që ka kryer, se sa ai tjetri që e keni sqyur të shtypi, por që me drejtësinë nuk ka larë asnjë hesap. Ti përgjigje shullazit, ti han fjalë qeni. Leti aj fjalët qeni, po unë do t'i përgjigjem. Kush e mbushi policin me njerëz të cilët bëjnë trafik droge? Brenda 6 muajve ka 2 drejtues të forcave operacionale të kapur në trafik droge. Kush i vuri aty ata? Kush i vuri ata aty? Me gjithë paralajmërimet tona. Po letë shkapët ju, se ju kanë kapur ata para se t'i kapni juve. Edhe ju kam thënë nga kjo foltore se droga dhe kokaina, as duke e përdorur vetë, nuk do t'ju bëjmë të zgjuar se qeni. Jemi 2 modele shumë të ndryshme. Sa juve, asja u rok mëndja, sepse kur një drejtues i lartë i policisë guxoi të kërkonte pikërisht këtë informacion për cilin ju flisni sot, jo vetëm ja fshehet, por e larguat nga puna. Nuk ishte Mark Froku në kërkim në atë kohë, pra nuk ka pasur as i fshehje as i gjë. Është dokument zyrtar që e ka në protokoll. Ky gënjeshtar që sot mundua të gënjej dhe thot ju e keni fshehur. Shqiptarët kanë një fatkeqësi, nuk kanë ministër sot Samir Tahirin. Emiliano Shullazi është ministri i brendshëm dhe ky është shoqëruesi i ministrit. Kjo është fatkeqësia e këtij vendi. Raundin e dytë e mori përsipër vet. Atëherë kur debati në opozitës po e mbante ish kryetaria e kuvendit Josefina Topalli, e cila kishte denoncuar e para të shkuarën e Mark Frokut. Kur ju nuk undat dhe jo më të ndërmerrni pastaj një proces penal nga inkriminimi i pushtetit tuaj. Përkundrazi, ju ishit streha për të gjithë ata që në emër të pushtetit tuaj vrisnin, në emër të pushtetit tuaj grabisnin, në emër të pushtetit tuaj manipulonin drejtsin, në emër të pushtetit tuaj e përdornin çekiçin e gjyqtarit për të shkelur liri dhe drejta në këtë vend. Testi i krimit ty të ka dalë pozitiv. Sa herë që ti hap gojen, ne vetëm nerë na ban, sepse shqiptarët jo një herë në ditë, po 3 herë në ditë kujtohen se çfarë dëmi të madh i kanë bërë këtij vendi me 23 qershor. Me që testi i krimit të ka dalë pozitiv, edhe tani që sapo të dëgjova që ishe më shumë lunatik se sa normal në fakt, i kërkoj deputetëve që të kalojmë një ligj që të bëjmë testin e drogës. Jam i sigurt se do dalin pozitive vllai. Ku e bazoni ju një provë vetme, një fakt vetëm, gjithë këtë lum që jashtë nxirrni nga ai sektori i poshtëm i fytyrës që normalisht quhet gojë, po gojë njeriu nuk është kur prodhon të tilla jashtë nxjerrje që kutërbojnë gjithë dynjan. Ku? Një fakt vetëm. Politik ordinere, prej ordinerësh dhe me ordinerët. Si mund të akuzosh ti opozita, ti thush asaj ordinere, cilë kryeministër në botë, i thot ordinere opozitës. Po kush janë ordinere këto? Profesor, njërë që janë 20 vite në politikë, dhe kush janë ato që ti adhuron?
ato që u detyrove me heq, apo mi dhanë autorizimin edhe sot, po si fleti përgjigjet me 2 deputet tjerë të Partisë Demokratike. Po ka fakt më kokfort se sa vota që ke dhanë i detyruar edhe ti sot, për ti nxjerrë, që verifikon lidhjet e forta që krimi ka me ty. Kujt i tregon ti shqiptarve për betejën që bën policia? Po kush i fshehi? Kush e fshehi korespondencën me Brukselin? Po kush të beson ty se ishin 2 oficerë? Po çfarë ishte vendimi i gjykas për lirimin e tyre? Ta akuzon ty kryeministër. Ty të pari, atë të dyti. Ti që i thu unë dajt bardhen me zezë. Kush e futi në parlament? Frok Marko. Kush e futi në parlament? Tom Doshi. Kush i futi në parlament? Listën tjetër, që ti e ke për para. Ta kanë vënë për para, dhe nuk goxon t'ja përmendësh emrin. Ku ishe ti, zoti kryeministër, 1 vit për para, 2 vite për para, apo karriga, pushteti, është qëllimi për cilin çdo instrument, edhe krimi, edhe trafikanti, edhe vrasi, edhe gjithë cili do vinë këtu që ti t'ulesh aty. Mark Froku, si pjesë e kësaj magjorance, merrte pjesë në mbledhjet e grupit tonë parlamentar. Dhe e di Josefin se kur është larguar pa kthim nga grupi parlamentar, kur është marrë me ty. Kur është marrë me ty në një mënyrë që në konsideratën time dhe në konsideratën tonë nuk ishte dinjitoze. Sa për Tom Doshin, unë nuk i fshihem Josefin të vërtetave të mia. Dakord? Dhe as nuk e mohoj, as sot dhe as kur që Tom Doshi ka qenë deputet i Partisë Socialiste, ka qenë koleg dhe mik. Por këtu përsëri ndryshojmë unë, ti dhe ti bashkë me gjithë ta, që në momentin kur misia cënon punën, unë prish misin, nuk prish punën. Në sallën plot deputet e transmetim të drejt për drejt televiziv, kryeministri çuditërisht po shqetësohej nëse i shkëputej vëmendja e zonjave të opozitës ndaj fjalës së tij. Nuk e kemi vetëm propagandë, nuk e kemi vetëm retorik, nuk e kemi vetëm komunikim me publikun. Pamela, please. Pamela. Pam, please. Kjo performancë parlamentare e mazhorancës dhe opozitës ka shtuar pikpyetjet publike e mediatike për atë që tashmë njihet si çështja Mark Froku e që ka kryqëzuar mazhorancën. Mund të jem pjesërisht dakord që SHKP-ja ka vetë vepruar për këtë rast, por dorëheqja e drejtorit përgjithshëm të policisë nuk është një ngjarje që ndodh çdo ditë. Kjo vendos në një optik shumë shqetësuese figurën e Sajmenit Tahirit. Nëse ka marrë një përgjegjësi morale, unë kam një konsiderat akoma të palëkundur për Didin, shpresoj mos të lëkundet, fakti që ai dha dorëheqjen, pra o u sakrifikua, o u pranua të vetë sakrifikohet për të marrë gjithë përgjegjësinë, për të lënë, po themi, shefin politik, pra ministrin politik që është Tahiri, si thua të pastër. Unë mendoj që faktet janë kokforte dhe edhe dëgjova dhe Tahirin në parlament, ishte edhe së mos mbas dorëheqjes Didit, ishte shumë, po themi, atë shprehjen e vjetër autokritik, pa kishte një sens, tha, dimensioni njerëzor, kjo, pagabushmëria, në fjalë u mundua ta mbajë një lloj distance. Por kjo, për mendimin tim, është një bombë e vogël, inkoherencë dhe, se thua, gati në kufit e skandalit, që o do të japi një zgjidhje, ose do të themi që dorëheqja e Didit ishte, se thua, pikërisht zgjidhja që i dha majorancë. U mbajt e fshehur për sa kohë interesat brenda majorancës ishin në harmoni dhe u nxorr në momenti kur interesat brenda majorancës kanë hyrë në konflikt. Dhe mënyra si doli dhe arsyet që dolën janë pikërisht çarja që unë shoh tek fronti i interesave të kësaj majorancë. E kanë fshehur me qëllim por thjesht për propagandë. Për propagandë sepse ne kemi 2 vjet që këtu dëgjojmë kultin e një policie që po vë gjoba, që po pret elektricitetin, që merr nënën me fëmijë e plas në burg se s'ka paguar dritë. Pra, jemi në kulmin e një policie që këtu po vendos rendin dhe shtetin ligjor. Dhe nuk
e pranon kjo lloj mendësie, nuk e pranon një rast të tillë si rasti i Froku. Çdo më thënë nuk e pranon. Do me thënë, shif çfarë ka ndodhur, u fshe dokumenti i Frokut. E përmendëm parafolsit, u fshe për 6 muaj dëshmitari Doshit, një kontingjent i policisë që nuk mund ta presin zyrë një oficeri thjesht policie, jo një drejtor policie dhe i minister. Shkoni më tej po doni. U duhej që të vriste 4 veta Konstantin Gjuvani që të dilte që i kishte fshehur policia dhe atë ngjarjen e Gjirokastrës. Pra këtu kemi kultin e fshehjes, sepse do ngrem kultin e një policie që vendos shtetin, dhe pse ti japi material Saliut që të na godasi me këto punë. Unë mendoj që është paguar para. Është paguar para në nivele caktuara. Po të gjitha këto janë gjethe. Në çfarë kuptimi? Ai që është pylli dhe që është e vërteta, është kjo. Kjo mazhorancë, duke komanduar dhe prokurorinë, si thoni ju, është duke atakuar 2 njerëzit e vet, që është Froku dhe Doshi, cilët gëjen. Një sekond. Edhe në bashkëpunim, edhe në bashkëpunim me drejtësinë ndërkombëtare. Gjithë çështja Froku-Doshi ka rënë për 1 muaj mbi kurizin e Ilir Metës. U duk sikur viktima e vetme e gjithë këtij mega skandali do ishte Ilir Meta. Po Ilir Meta ka qelluar që ka disa njerëz në qeveri. Ka dhe një ministër drejtësie që mund t'i marrë ato dokumenta që mund t'i... Po, atëre, pse në këtë luftë të brendshme që po drejtohej vetëm nga Meta mos bënte në lojën e tij dhe ta nxirrte dokumentin, dhe ja një rrugë tjetër nga dokumenti mund dilte. Padyshim që kryeministri po vihet në hall më të madh se Ilir Meta, pasi e shkuara Mark Frokut, po shfaqet tronditse edhe për dashamirësit e tij më të mëdhenj. Mark Froku ka qenë i arrestuar dhe i dënuar në Holland për droga të forta, shkruan Shtypje Belg 2 ditët e fundit. Sipas artikullit të gazetës La Capital, pjesë e grupit mediatik Sud Press, Mark Froku alias Besnik Morina ka qenë objekt i një mandati arresti ndërkombëtar, i lëshuar nga gjykatësi i çështjes në janar të vitit 2000. Ai u ekstradua në 7 maj të 2004 nga Holanda në Belgjik, pas një dënimi prej 3 vjetësh, të marrë nga gjykata e Amsterdamit të datës 2 dhjetor 2002 për një dosje e lidhur me droga të forta. Sa ka ditur Valli Edi Rama nga kjo e shkuar kaq e pasur e Mark Frokut? E sigurt është që ka pasur informacione për vllajën e Markut, numrin 2 të listës së 23 qershorit të aleatit në koalicion. Kur ishte në opozit, e denonconte bashkë me Tahirin, vllajën e Mark Frokut, Arben Froku, si të dyshuar për vrasjen e komisar Lamajt. Këta 4 njerëz këtu kanë lidhje. Këta 4 drejtues të lartë policisë shtetit kanë lidhje me lvizjen nga detyra si shef komisariati të komisarit Dritan Lamaj. Je ministri i parë që po varros kaq shumë komisar dhe ministri i vetëm mediokër nga kokat e këmbët në luftën kundër krimit. Ja, kjo është detyra juaj. Jepni dorëheqjen, çoni këta të 4 para drejtësisë të hetohen për vrasjen e komisar Dritan Lamajt. Më sqaro me kë ke ngrënë darkë para eksaktësisht 16 ditësh. Ti nga ora 8:30 deri në ora 2:30, ti zoti Tahiri ke qenë me të dyshuarin për vrasjes të kryekomisarit duke ngrënë darkë. Ke 2 kullat. E dyta, sqaroj qytetarët. Ti sa herë ke shkelur dhe ke ngrënë dhe ke pirë në lokalin e të dyshuarit për vrasje. Ti. Dorëheqja nga hetini e të fotografuarve me njeriu e akuzuar për vrasjen e komisarit është një mënyrë shumë e padenjë për të fshehur të vërtetën. E të premten e 3 prillit 2015, Arben Froku u shpalli pafajshëm nga gjykata përkundër prokurorisë që kërkonte burgim të përjetshëm për të. Për momentin, asgjë duket se nuk e pengon Arben Frokun që të marrë mandatin që mund të lëri vëllai, të cilin gjykata e riktheu në burg.
E qartë është se modeli ndryshe që po përpiqet t'i serviret publikut me arrestimin e Mark Frokut çalon në dy momente themelore. Përse vallë Mark Frokun e futi para zgjedhjeve në koalicion, duke ja garantuar mandatin e deputetit, që kodi zgjedhor nuk ja mundsonte nëse do garonte më vete? Rama e mori për intelektuale, kërkonte llogari ata e mori për është parti tjetër kristiane. Vetëm ai zgjedhur deputet, vetëm prej faktit se Partia Socialiste pranoi ta fusin koalicion, se me aq vota po mos qe në ngjirin e PS-s, ai nuk bëj deputet. Vazhdoi. E së dyti, teksa shpalli se e kishte larguar Mark Frokun nga mbledhjet e grupit socialist për shkak të SMS-s fyese ndaj Topallit. Përse mbante pa problem në krah publikisht deputetin e PUK-s në investime të rëndësishme si në Velipoja Shkodër? Do të thënë, problemi është njerëz me influenca të caktuara financiare, kanore apo të forcës, të potencës, zgjidhen nga partitë për të marrë numrin e caktuar të deputetit dhe jo kualitetin e deputetit. Në momentin që morë numrin e deputetit me antikualitet, këtë antikualitet do ta shkëmbesh në zyrat e shtetit me favore. U prish kjo kontratë, hidhet në erë dhe reagimi që kemi patur në këtë rastet më të fundit ka qenë kjo, prishje një kontrate të nënshkruar apo të pa nënshkruar të nënkuptuar, e cila nga njëra palë u prish. Dhe shpërtheu dhe u hap kutia Pandorës. Vetë deputetët e dini që kishin një person me rekorde, apo kanë persona tjerë me rekorde, e dina se din. Digjo, për opozitën e asaj kohë që nuk ishte opozit majorancë ora e din. Për qeverinë e asaj kohë dhe deputetët dhe Jozefinët e tregoj që e dinte dhe e thanë janar. Ore këta që janë tani, e dina se din vlla. Tani e morën vesh këta që ishin qeveri. Tashi, po, sa ishin opozit, nuk i akuzoj do. Problemi është këtu. Problemi është këtu. Por flasim për tani këta që janë. Por këta nuk kanë hyrë ilegalisht, as me zvarritje, as nga dritarja. Janë gjetur, janë qëmtuar, janë zgjedhur si till, nuk janë zgjedhur as si të rehabilituar ndaq me ditë ti. Janë zgjedhur për ato që kanë qenë përpara se sa të kishin kryer dënimin dhe me këtë qëllim janë marrë. Dhe unë po themi gjë që ju të bëj një pyetje, për shembull, nëse vendet partnere në një afat të afërt sjellin dhe dy kërkesa për dy arrestime tjera të deputetëve socialist. A do ta kërkosh dorëheqjen e Edi Ramës se mbushet kupa, se këtu ka qenë. Do ta kërkoj në rast se do të provohet që ai e dinte. Apo jo. Në rast se do të provohet që ai e dinte. Domethënë që dekriminalizimi i politikës duket një histori që do të vazhdojë të na sjellë të papritura të reja. Këtë madje na e garantoi edhe vetë kryeministri. Diçka që në fakt e mohoi 4 javë më parë në emisionin Opinion. Nuk kam asnjë dieni për persona problematik në raport me krimin dhe botën e krimit në grupin ton parlamentar. Kosta e këtij standardi të dyshim të sinqeritetit kryeministror, duke se ja vlente, mjafton që ai të dëshmonte se edhe opozita mund të kishte të njëjtin hall me të. Ju e dini se çfarë kërkojnë nga ju dhe mos kujtoni se do t'i shmangeni asaj kërkesa. Ju e dini mirë sepse publikisht e kanë thënë në mënyrë përsëritur që shembullin e Partisë Socialiste do ta ndjekin edhe të tjerët, por juve ju kanë dhënë emrat. Kështu që mos bëni sikur nuk kuptoni. Sa? 15. I ke pas gjitha flokët atëherë, me siguri. Pa tjetër. Falneri ju. Nëse, shqyr të gjeti me ca flok legalizimi. Falneri. Se mund t'ishe edhe komplet fush. Edhe ti me shpi pa leje. Duhet me qenë, një duhet me qenë. Apo s'ka politikan pa i cen, thuj. Mirë se. Edhe kur të pash tash si e nxej i shpi, po pas ke 2. Ti rrike kati 2 që të bësh shkallë shumë të pësohesh i qik. Shumë falimnderës. Bje i shkurt, bregulli. Unë shkurt jem tiro. Jo, më regullë, si mas gjatësi si kemi fjallet. Tani, këtu që nga në shumë burra, unë po jap Monikës ta japi këtë. Se ti mund t'i përbëllosh gjitha burra. Mere, po, këtë do t'a japi Eglantina, këtu pas ka dhe burra dhe gra. Barazi gjinore, se Eglantina në kemi të barazi gjinore. Kanë fut 4 milion e zgjinës gjoba. Do të zgjidhin problemin pa tjetër. Ashtu, ha? Po. Vetëm do të më japësh një numër telefoni.
Po. Ma shkruaj numrin e telefonit. Shtesh për del që atje ta shkruaj ta bie. Dile atje shkruaj. Edhe hajde bjere. Po. Kjo ishte falas. Kjo ishte falas. Me mujt me na buan që atë komod vënes në ditë na fal na animon shumë prap. Pra ju falënderoj shumë. Ju falënderoj. Për momentin është krye detyre. Krye detyrës në shkëlqyer. Te i kalimi është nerë. Çfarë neri do të bëjmë ty tash? Ai tjetri, ai që i han durr për Bashkinë e Tiranës. Ai që sorriemi ajo të shtëpia. Ai. Ta ndamja. Më fal ti. Ai. Këti i han durrët. I han durr për Bashkinë e Tiranës. E kam gjunë televizor. Faleminderit shumë. Edhe ne pra ne nuk po e vejmë se i han durrët. Punoj si ta Luizit, jo, ullu qik lame, ullu ti, se boll ke marrë duhet rokitin në për Shqipëri, ullu. Doli formal. Po tani. Atëherë, ta mbyllë shumë. Po, mbaj rek. Unë duroj deri në fund edhe kur i bëjmë fresk. Ç'është kjo? Budalikut dhe nuk nga po kur argumentoj. Atëherë pra. E ndaluan, pse se morë? Zoti Stefani mundet. Po, hoxha. La prokurori. Atëherë të arrestohet prokurori. Atëherë, po mirë, ullu Fevzo që Stefani modero. Blendi nga që nga të mos Saliu me statuse, Zogaj. Mentor, shiko. Blendi nuk e qanë kokën le dojnë i gjera, bëtë bom fare. Blendi po ndes debati, le dojnë zdo gjera kunder Blendi. Edhe kunder te, edhe kunder meje, edhe kunder gjithë dhe mëse vrisë e mëndim. Qëfar të doni? I pari është emisioni dhe shikushmëria. E vërteta duhet jetë, Fevzi, se ke dhe ke spoti. Po të vërtetën du da thonë ju? Po pra. Thos mund da them unë të vërtetën këtu. Unë juftoj të bëni çdo të vërtet. Kushdo që ka dokumentat i sjellë do t'i lexoj. Keni dhe në një dokument. Gati të amplifikosh edhe gënjeshtën, mjafton që atrisja audiencë. Gënjeshtën se verifikoj do të. Jo të amplifikosh. Saliu ka edhe këtë mjeshtri. Se di, jeni tu gjykojeni. Unë e edhe sfidën ju gjykojeni. Mos prisni që unë të them është e vërtetë së vërtetë. Ju lutem. Ja e kuptoj që ju për procedurë do kërkoni që çdo deputetit i vjet tubi para se të dalit flasi, po ne nuk kemi policia rrugore, të lutem. A ka një mundësi sot me nda votimin pozitën me opozitën, sepse ka rrezik që duke qenë votë mshet, opozita të votoj kundra shkumjes frokut në prokurori, e opozita të votojnë pro shkumjes, por nëse do kena probleme mediatike në media vizive edhe ato të shkrume që do në sulmojnë si kur ne po e mështesim. A mund dahet, ka nej procedurë parlamentare? Ju lutem të mos bëjmë inovacione. Votimi është i fshetë, se cili të votojnë në ndërgjegjen e ti. Besoj dhe ju, zoti Meta, jeni dakord me mua, të pak të naq herë sa na keni përgëzuar në punën tonë Bashkinë e Tiranës kur ishim bashkaleat. Ju lutem, jeni parti e pastër, mos u ngatroni me në tjerët. E dini çfarë thon apo jo? Josefin, të lutem. E di që po të mungon, por nuk të ndihmoj dot. Të lutem. I dënuar nga gjykata e vendit në heqje lirie ky që ishte këtu. Dhe që del në çdo tribunë pa pikë turpi, jashtë nxjerr nga goja gjithçka që ja fusin në gojë të përgatitur që ai ta vjelli përpara publikut shqiptar. Si një makineri riciklimi që nuk prodhon energji, po prodhon vetëm një erë kutërbuse për gjithë ata që dëgjojnë. Unë kam vetëm një sugjerim. Mos i jepni gojës shumë, sepse do të duhet pastaj t'i gëlltisni të gjitha ato që jashtë nxirrni ande nga mbrëmja 21 qershorit, kur të dalin rezultatet e zgjedhjeve. Drejtësia të bëj punën e vetë, jo vetëm për këta të dy, po për dhe gjitha të tjerët që ju t'jeni shumë të sigurt që do t'i pasojnë.
ty se ishin 2 oficer. Po çfarë ishte vendimi i gjykas për lirimin e tyre? Ta akuzon ty, kryeministër. Ty të pari, atë të dyti. Edhe atë që i tha Moldava saj tretin. Josefin, e nise me kornicën, e recitove me emocion, Ajsa fillohet me ndoj që kur të rekonstruktojmë dhe teatrin e Shkodrës mbas stadiumit, mund të kishte një vend për ty aty. Me tim përmende Kornicën, m'le pagoj, edhe unë me thënë drejtën, as Krishtin s'ta përmend dot, se e para s'jam ai, e dyta ty se meriton me të falë Zoti se ti e di ç'a bën. Sa për krenarin që ti ndjen për kryetarin aktual të parlamentit, mund të nxirja dhe i herë që të ridëgjoshe çfarë ti ke thënë për te dhe çfarë ai ka thënë për ju, por po ta kursej. Atëre, zoti Luan Rama nuk lejohet të lexohen vargjet e Eseninit tani. Vazhdoj me zotin Pollo. Ndryshimi midis parafolses dhe prapafolsit është se parafolses mund t'ja vlej t'i japësh përgjigje një herë në vit, kurse parafolsit s'ja vlen t'i përgjigjesh gjithë jetën. Ti përgjigje shullazit, ti halë fjalë qeni. Le t'i haj fjalët qeni, po unë do t'i përgjigjem. Thua tjetrën që FBI-ja do këtë qenë në një vizitë e planifikuar prej kohësh. O, zot, që do thoshte Konica në këtë rast? Po që do thoshte? Do thoshte atë që thot populli, po të kishte ty parasyve, po unë s'po ta them. Dhe ajo ishte përgjigje për ju, që thoni në Berlin u trondit Berlini se pa këtë figurën që shkoj atje, edhe u trondit Berlini, se pa këtë dhe i tha ky krimi po e mbyt dhe ja erdha unë këtu paladini i luftës kundër krimit. Hajde. Edhe në Berlin u tronditën. Brukseli nuk din vënduar në kokë të gjithë se takojnë ty. Mos e pyet se s'të mbajnë mend kur takonin përpara, që i thoshe gjëra tjera. I mbajnë mend ato, por nuk ka rëndësi kjo. Njerëz jemi, ndryshojmë dhe mendime, ndryshojmë dhe opinione. Unë s'kam në një kundërshtim që ti kush je sot, si e dje, edhe jam i sigurt që nesër do jesh i tjetër, po kjo është kapacitet transformues i vetvetes që në rastin tënd të ka dhënë sukses, kështu që unë të uroj sukses. Ju lutem bani që... Tani më falni, po ndërpres se ma kërkoja i ty nuk ta prish. Po ndërpres, hajde me e të fjallë. Ju lutem, dhe të pale nuk e përmandi njeri juve. Po, mi me që e ndjere përmandur. Testi i krimit ty të ka dalë pozitiv. Sa herë që ti hap gojen, ne vetëm nërë në banë, sepse shqiptarët jo një herë në ditë, po 3 herë në ditë kujtohen se çfarë dëmi të madh i kanë bërë këtij vendi me 23 qershor. Me që testi i krimit të ka dalë pozitiv, edhe tani që sapo të dëgjova që ishe më shumë lunatik se sa normal në fakt, i kërkoj deputetëve që të kalojmë një ligj që të bëjmë testin e drogës. Jam i sigurt se do dalin pozitive vallaj. Edhe pse kemi hequr atë traditën tuaj që i kishit bërë ato konferencat e shtypit në përministri, sigurisht e mis PD-ja, edhe nxirnit vajza mbas vajzash për të që recitonin ato që i çonte plaku me telefon, me të shara për gjithë opozitarët që thoshin gjuslafe. Nuk e kemi vetëm propagandë, nuk e kemi vetëm retorik, nuk e kemi vetëm komunikim me publikun. Pamela, please. Pamela. Pam, please. Dhe
Aman, mos më të lutem. Jo, se kur... Shiko, ju keni, në fakt, jo gjithë ditën, po ju keni gjithë jetën tuaj parlamentare që merrni me mua. Që merrni me mua, jeni marrë dhe shumë në mungesë, tamam si që bëhen ato dashurit mungesë, e ke parasysh? Kurse ke tjetrin, po e dashuron edhe vazhdon procesi? Tani më ke përballë, më lërë të the flas dhe unë. E ndoqa kryeministrin si rrallë herë, madje edhe në një moment kur kolegja ime Doda më toroqi vëmendjen, ashtu si kurse vetëm ai di të bëj, më riktheu në dëgjesën e fjalës së tij. Një herë duke parë Baywatchin, na çon në plazhe në pushime. Dhe jam e sigurt që e çon atje subkonscienca e lakuriqësisë. Një herë të çon në banjo, ku dërbon erë keqe. Sot jemi mbledhur të diskutojmë ndryshime në kodin zgjedhor, sepse, siç e dini, së shpejti do të luajmë zgjedhjesh, kështu që duhen bërë ca ndryshime të rastit. Unë këtu sot shpesh u diskutova nga kolegët e mi, nga ish studentët, lidhur me atë çfarë u ka mësuar dhe çfarë ne kemi mësuar. Vetëm një gjë do të thoja kolegë. Asnjë grua këtu në parlament nuk është nga ato gra që i shtyp syrin krimit, apo asnjë grua këtu në parlament nuk është nga ato gra që merr mësime të gabuara, qoftë edhe nga drejtuesit e partive të tyre, siç mund të merrni ju burrat. Zoti kryetar, mbasi fjalimi vërtet shumë breslënës, unë mendoj që ky projekt ligj ka konsensus të jashtëzakonshëm nga gjinia femërore këtu në parlament dhe procedura ime është që të ndërpresim diskutimet për të projekt ligj, se nuk ka ndonjë mendim të kundërt dhe mos hapni mundësinë që sot që këto të flasin kaq shumë dhe kaq gjatë, let kur ta miratojmë këtë ta keni këtë mundësi. Faleminderit. Faleminderit zoti Fino për tolerancën tuaj. Zonja Bregu, të flasim me vepra, thot zoti Fino. Sikur të mos i doje gratë as ti zoti Fino, mund edhe ta kishim mbyllur seancën këtu. Zoti Xhapa, sikur dëgjoje se si baba goca shije, shumë mirë do t'ishte. Pa dyshim që nuk ka nevojë për koketërinë e ca grave që shohin nga poshtë lart një burr, që aman ai t'ju hedh syt dhe t'i lejoj të ngjiten në karrierë. Por t'jeni të bindur që ka më shumë burra kukulla në politik se sa ka gra që duken si burra. Dhe ne gratë që kohën e kukullave e kemi kaluar, dhe që na pëlqen të jemi akoma gra, bëjmë mirë që t'japi modele për gratë dhe vajzat e tjera që të mos detyrohen të kopjojnë burra, sepse nuk kanë modele grash në politikë.